Mitropoliti Joan ishte një bekim perëndie që u zgjodh nga kryepiskopi Anastas të fillimi i sinodit të vogël si një mitropolit që do të drejtonte një metropoli të dëgjuar, të respektuar me emër të madh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në mbar Patrikanën botërore. Kur u bë fronëzimi, kur e dërgoi kryepiskopi Irsi Joanin këtu, ne dinim se kush na erdhi. Është një figurë e jashtëzakonshme, është një njeri i jashtëzakonshëm. Mrekullia më e madhe që është bërë këtu në qytetin e Korçës. Rruga drejt besimit është e ndryshme për çdo njeri. Siç thohet që rrugët e Zotit janë të pafundme. Sepse çdo njeri jeton në një kohë caktuar, në një brez caktuar, ndoshta është e njëjta gjë, një udhtim, po sipas kushteve të kohës. Ajo që ndoshta do të veçonja unë është kontakti im i parë me Ungjillin. Unë isha në vit 4 në gjimnaz, sa kisha mësuar frëngjisht. Ishte viti 1974, dhe një shoku i vllait tim thot, kam një libër frëngjisht do ta sjell. Në fakt nuk e ditë çfarë libri. Kur ma solli, ishte 10 e re në frëngjisht. E përmenda këtë për diçka tjetër. Isha pjesë e një familje shumë të madhe, ishim 8 fëmijë. Unë dhe motra jemi ishim më të vegjëlit e fëmijëve. E kur kam qenë fëmijë, kam qenë shumë i gëzuar. Është përgjithësi familjet e mëdha sjellin një gëzim. Pastaj vjen një moshë, njeriu fillon kupton gjëra më shumë, ka interesa më të shumta, fillon një lloj meditimi, largohet dal nga dal ai gëzimi fëminor, për fat keq. Nuk them se është diçka e mirë kjo, por kur lexova Ungjillin, ndjeva diçka ndryshe. Mënyra se si ishte shkruar është ajo që unë e quaj të vërteta psikologjike. Që siç kur njëri për shembull të tregon një ngjarje, mënyra se si ta tregon, ti je i bindur që është e vërtetë. Dhe e dyta, që është më e rëndësishme, ndjeva që më kthye përsëri ai gëzimi i parë. Kushtetuta e vitit 1974 e konsideronte krim besimin. Në ato kohë, nëse kapeshe në Ungjillin, të paktën mund dënoheshe 8 vjet. Por besimi t'jep një tjetër vizion për botën. Dhe nuk mund të mohosh diçka që ti ndjen që je pjesë e asajt. Është sikur të mohosh veten tënde. Forca që t'jep besimi e largon atë rrezikun që mund të ndodhi nga ajo gjë. Madje edhe në Ungjill, mesazhi kryesor i Ungjillit kjo gjë është që e keqja mundet nëpërmjet kryqit. Me vdekjen mundi këndojmë ne për Pashkë për Krishtin. Kështu që është pjesë e këtij mesazhi që besimi është diçka që e kapërcen botën e dukshme. Është një vizion tjetër për atë gjë. Dhe më tepër vlerë pastaj fillon do ketë për ty përjetësia sesa një periudhë shumë e shkurtër. Unë nuk them se në atë kohë i mendoja në këtë formë të gjitha. Por ndjenja që tipte besimi i parë tani mbas shumë kohësh, arrit kuptoj dhe mënyrën në atë kohë që ndonë se ishte një periudhë shumë e vështirë, besimet ishin shkatëruar, pothuajse, paktën infrastruktura e besimeve, sepse ti mund të shkatërrosh ndërtesat nga jashtë, por nuk mund të shkatërrosh ndjenjat e njeriut brenda zemrës ti. Është e pamundur që të mbyllësh rrugët e Zotit.
Nëse Zoti i hap një rrugë, askush tjetër nuk e mbyll. Pati shumë njerëz të cilët e ruajtën besimin dhe u përpoqën të bënin një jetë sipas mësimit që kishin ato nga besimi i tyre. Dhe nuk ishte e lehtë, por vetë fakti që leximi i Ungjillit dhe njohja, afrimi me besimin sillte një gëzim shumë të madh, dhe thotë ku ka gëzim, nuk ka frikë. Dhe unë besoj tani pas shumë kohësh që aty ku është gëzimi, është dhe Zoti. Gëzimi nuk është një çështje e temperamentit njeriut ose karakterit njeriut. Unë besoj që është një dhuratë nga Zoti. Për çudi, ato zakone që kanë qenë janë ruajtur dhe nuk janë harruar. 50 vjetë regjim komunist nuk i zhduku zakonet që ka patur ky qytet dhe të gjithë atë ndjenjë që ka patur për fenë e tij. Korça ka pasur familje të vjetra që e mbanin, domethënë, për brenda dhe i festonin festat, i bënin jo vetëm bashkarisht familja, po edhe fisi, farefisi dhe njerëzit e dashur që kishin të afërm, merrnin pjesë në për këto festa që i bënin të mbyllura brenda për brenda. Një nga këto familje ishte edhe familja Cico. Ishin 2 motra, ato ishin shumë besimtare. Në familjen e këtyre vinte shpesh Irsi Joani sot, po para se të hapeshin kishat. Dhe njieshin dhe dieshin. Pasi aty vinin dhe priftërin të ndryshëm dhe aty vinte edhe një prift i cili e ka pagëzuar Irsinë. Ata besimtarët që kanë qenë, që kishin një farë mos shkuar atyre, jo kishin trashëguar edhe fëmijëvet. Domethënë, edhe fëmijët e tyre ishin besimtarë dhe kishin lidhje njëri me tjetrin. Ishte një familje këtu e motrave Cico, e cila ishte shumë besimtare, po kishte edhe një grumbull njerëzish që vinin pas atyre dhe nuk para binin në sy, yri dhe daljet, sepse ato ishin rroba qepse. Edhe kështu që njerëzit vinin si për të rregulluar rroba, si për të qepur gjysendi. Ekzistonin disa grupe që mund të quhen kishat nëndheshme. Ky ka qenë termi në gjithë botën, për gjithë vendet e lindjes. Unë, nëpërmjet edhe nunit, se në atë kohë edhe u pagëzova, në shtetësi. U lidha me një grup të vogël, në cilin ishin edhe disa besimtare nga Korça. Nuni im ishte Petrozhej, u lidhëm dhe me Thofan Popën, një person i cili dha një kontribut shumë të madh në ruajtjen e ikonave dhe të monumenteve të kulturës, për të shpëtuar nga e fortuna e të mërshme që shkatërroi gjithçka. Dhe nëpërmjet Thofanit u njoftëm dhe me disa të tjerë, ishte një grup shumë i vogël, në cilin ishte Atko Zmaj, një prift nga Vlora, një prift hero, i cili në atë kohë ishte nga të paktët që vazhdoi dhe shërbesat, në cilin bëi pagëzimet, disa mesha. Në atë kohë dukeshin të pabesueshme këto që mund të ekzistonin, po jo që ekzistonin. Kjo ishte ajo që thash pak më parë, që nuk mund ta mbyllësh diçka që nëse Perëndia e hap, është e pamundur ta vrasësh atë. Mund të vrasësh nga jashtë, po nga brenda shumë vështirë. Dhe nga ajo kohë mund të kujtoj që në Korçë ishin 3 motra, 2 ishin motra dhe biologjike dhe një tjetër që quhej motra në Krishtin, të cilat e ruanin atë besimin. Ishin motra Cico. Ishte një shtëpi të hapur për lidhjen e shoqatës vëllezër me Krishtin. Dhe unë sa ardha nga internimi isha kontakte me ta. Dhe shpesh herë dhe më prisnin sa ynja në derë të silnja do një berë të mirë për ringjalljen e kishës.
Por një ditë i shikonja që faleshin para ikonës dhe përmendin emrin e Joanit. Dhe më thonë, Vask, kryepiskopi po përgatit një prift. Pretendojmë shumë për këtë person, se është me cilësira të jashtëzakonshme. Kur shkova unë në Amerikë në vitin 1990, dëshira ime ishte, s'kisha menduar ndonjëherë që të shkoja në Amerikë, ishte për studiuar teologji, ku dhe studiova. Kisha ortodokse, kryepiskopata shqiptare e kishës ortodokse, ndihmoj me një bursë, bursën që ishte themeluar nga Fanoli, dhe studiova në Boston. Ishte shkolla teologjike, ka 2 shkolla teologjike në Amerikë, është Holy Cross në Boston, edhe është Shën Vladimiri në New York. Me qenë se kryepiskopata kishte qendrën në Boston, kishin shenjgjergjet, unë isha në këtë shkollë. Por unë ju pata thënë atyre, që nëse kisha do hape, do filloj në Shqipëri, unë do kthehem. Ato më thanë mirë me idenë që kush vjen në Amerikë nuk para kthehem. Kështu që kur mbarova shkollën, edhe në atë kohë kisha kontaktuar dhe kryepiskopin Anastas, me qenë se një profesor që kisha unë në shkollë, me cilin kisha dhe marrëdhënie shumë të afërta, bisedonin për shumë gjëra, ishte dhe është akoma në jetë, po një nga ndoshta studiusit më të mëdhej të shkrimit shenjtë, ka qenë profesor në Harvard, në Holy Cross ku isha unë, dhe më vonë u bë dhe kryepiskop në Amerikë, Hirësia e tij Dimitri. Ai ishte shok shumë i ngushtë që nga fëmijëria me kryepiskopin. Që nëpërmjet atij u lidha me kryepiskopin dhe mendova që të kthehem në Shqipëri, duke menduar që në Amerikë një prift më shumë, një më pak do jetë e njëjta gjë. Amerika s'kishte nevojë për mua, ndoshta unë kisha nevojë për Amerikën. Dhe tani mbas gati 30 vjetësh besoj që ndoshta ishte vendimi i duhur. Mbaroi studimet dhe erdhi në seminarin teologjik si profesor që zhvillonte lëndën teologjike. U pa e nevojshme për cilësitë që kishte dhe për predispozicionin e palkundur në bisedë me kryepiskopin dhe pranoi që të dorëzoj në gradën klerikale. Ka qenë viti, mos gaboj, 1994, kur ai është graduar klerik, prift arkimandrit, duke bërë krau i djathtë i kryepiskopit Anastas. Në verën e 92-shit, unë bëra një vizitë shkurtër në Shqipëri, ku takova dhe me kryepiskopin, ku thash që ndoshta mbas të mbaroj shkollën do kthehem. Edhe ashtu ndodhi, mbas i mbarova, u ktheva. U ktheva në 93-shin, dejta këtu, u dorëzova diakon dhe prift nga kryepiskopi, pastaj shkova për një master tjetër përsëri në Shtetet Bashkuara dhe u ktheva në vitin 97, sa filloi 97-a. Dhe në 98-ën u zgjodha si mitropolit i Korçës, dhe nga ajo ditë deri më sot po shërbej në mitropolinë e Korçës. Ky është një çast solemn. Shumë njerëz, sidomos brezi i ri, nuk u kishte idenë, nuk kish parë një fytyrë apo një veshje metropoliti. Flitej që po bëj një organizim nga ana e kryepiskopit, por ata prisin me padurim kur do të vinte një klerik primat
për të qenë rezident i përhershëm që të merrte përsipër organizimin, drejtimin e kësaj mitropolie, siç e thash më lart, me tradita të mëdha. Sigurisht me gëzim, me emocione. Nuk kam si ta shpjegoj. Se ishte një gjë që neve s'kishim patur episkop këtu. Për kohën, do me thënë, këshin ndodhur prej vitesh, kisha të mbyllur, dhe kjo ishte një gëzim i madh. Mrekullia më e madhe që është bërë këtu në qytetin e Korçës. Mrekullia më e madhe, sepse na solli një person që jo vetëm ishte i përgatitur shpirtërisht, po kishte edhe kulturën e nevojshme, kishte edhe aftësinë që ja kishte dhënë Zoti që ta përrapte besimin ortodoks. Dhe ishte një njeri që ishte jashtëzakonisht i përshtatshëm për atë periudhë, sepse nuk ishte kollaj që të vijë në kohra të turbullta dhe të vështira, se jemi edhe pas 97-s atje. Ka qenë periudha shumë e ngatruar. Le që zgjedhja e kryebiskopit Anastas ka qenë super e shkëlqyer, ka qenë më e mira, sa ne thomi që është dhurata më e mirë që ka dhënë qytetit të Korçës. Njëzet Koriku është dita kur ai është hieronyzuar si episkop. Ka qenë një ditë madhështore, ka qenë mos gaboj ditë e diel, edhe është hieronyzuar nga kryepiskopi Anastas, mitropoliti i Beratit, që kishte një më përpara që ke bërë mitropolit Imzot Ignati. Ishin dhe dy përfaqësues mitropolitë nga Patrikana Ekumenike e Konstantinopolës. Një pjesëmarrje e jashtëzakonshme, u bë një prezantim nga ana e kryepiskopit se si do organizoj, si do drejtoj kisha me këta autoritete të reja të emëruar posaçërisht në bazë të kanuneve të shenjta. Populli që ka që i entuziazmuar dhe ka që jetur për të patur një prizë fetar, se pa kokë kisha nuk bëhet. Duhet me dojë mos tjetë koka dhe tjetë koka ashtu si duhet, do më thënë, jo vetëm plot me mend, po duhet me vullnet, duhet me forcë dhe duhet me të gjitha mënyrat ta përballoj këtë detyrë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Padyshim që janë emocione që nëse nuk i provon vetë është shumë vështirë ti ndjesh. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Çdo thirrje për të shërbyer Zotit është një përgjegjësi shumë e madhe, një privilegj shumë i madh. Shpeshherë njerëz, unë them që njerëzit mburren shpeshherë nëse do shërbenin në kryeministri ose në presidencë, përpara njerëzve që sot janë nesër nuk janë, ti shërbesh mbretit, mbretërve, e Zotit, zotërve, padyshim që është një privilegj shumë i madh, po dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Sepse kur dorëzohet një prift, Peshkopi i thotë të fjalë. Mbasi i jep, është ajo që në kish njihet si qëngji, është e buka që kungohen njerëzit, i thotë merre këtë peng, thotë, dhe do e ruash deri në fund të frymës tënde, sepse do japësh llogari përpara Perëndis për këtë. Kur shërben në emër të dikujt, ke një përgjegjësi shumë të madhe për shërbesën, sepse një ditë do paraqitemi përpara Zotit. Dhe nëse e marrim me mendje lehtësi shërbesën, ndoshta mund të dështojmë në shërbesë. Ajo që kërkon Zoti nga ne është që të përpiqemi më shumë. Ndoshta ne nuk mbajmë dot përgjegjësi
për gjitha rezultatet, se nuk varen në dorën tonë. Por, ne majmë përgjegjësi për përpjekjet. Dhe detyra jonë është që të përpiqemi me çdo mundësi që kemi për të realizuar këtë mision. Por, historia na tregon që po përpoqe, diçka do realizohet. Dita e madhe, ditë e shumë pritur, u lajmëruan të gjithë besimtarët, gëzimi ishte jashtëzakonshëm. Pritja është bërë përpara sheshit, ku sot ngrihet katedralja madhështore, Ngjallja e Krishtit. Pjesëmarrje e jashtëzakonshme, njerëz me fytyra të qeshura qanin me lot gëzimi. Ishte një pritje madhështore. Ishte një festë madhështore. Gjithë rrugicat, si prenjë të vegje, mblidhnin në qendër të qytetit dhe ngjiteshe si lumë kundër rrymës drejt kishës së burimit të Edhenës. Atë ditë Koriku, po, prezantimi dhe fronëzimi është bërë në burimi i Edhenës, që sot nuk është, po ndërtohet. Atje ishte, nuk kam si të them, korçeter, me zi e prisnin atë ditë. Kishim shumë emocion dhe ishim të ngazëlluar, domethënë nuk e bënim veten, po për brenda nga vlonte. Kryepiskopi Anastas me mitropolitin e Beratit na prisnin brenda kishës të burimit të Edhenës. Të gjithë klerikët asaj kohe, midis tyre dhe unë, së bashku edhe me popullin besimtar, edhe nga diocezat, nga Pogradeci, Kolonja, Posteci, Devoli, ishin të pranishëm me një grup besimtarësh. Mbajshin në duar ikonat e shpëtimtarit, të shëmërisë, flamujt e kishës, koronat, eksapterët dhe qirin të ndezur. Mund të përshkruaj si një hyrje të vogël të shpëtimtarit ton Jesu Krisht në Jerusalem. Turma më dukeshe e lumëtëruar, nga kjo ngjarje, dhe unë se shikonja këtë djalosh të ri, dhe më mbusheshin sytë me lotë. Më dukeshi si kur to ta murosnin në atë fronin edhe spotit. Më mbushën sytë me lotë. Dhe si film më ardhi përpara historia e kishës tonë. Po ka prezentuar Johanin, i dha të gjitha cilësitë që ka patur Johani, i dha cilësitë dhe me besimin më të plotë që do ta drejtonte diocezën e Korçës në mënyrë të shkëlqyer dhe në fakt ishte një zgjedhje e përsosur edhe për kohën, edhe për njeriun dhe për qytetin, edhe jo vetëm qytetin, po edhe për diocezën. Populli, me në krye klerikët, ju drejtuan kishës së burimit të Edhenës. Pjesëmarrje e jashtëzakonshme, kishta ishte shumë e freskët, por më qenë se ishte ditë e Korikut të nxehtë, edhe u ngrosët tepërmi. Por njerëzit të mallnjyer, të entuziazmuar, kërkonin të dëgjonin fjalën e kryepiskopit dhe përshëndetjen e mitropolitit. Pjesëmarrës nga pushteti lokal, nga pushteti qendror, deputetë dhe të gjithë ishim të pranishëm. Entuziazm i papar, thirrjet aksios i denjë, kur kryepiskopi e prezentoi përpara popullit besimtar.
Atëherë midis shumë fjalimeve, në fund të merr fjalën mitropoliti i arshëm i qytetit Im Zot Joani, i cili premtoi se do të jetë një njeri i palodhshëm, të verë në dispozicion tërë fuqitë e tij, tërë mundësitë e tij, dhe si shembull solli figurën e kryepiskopit dhe do të jem një bashkëpunëtor i ngushtë i tij. Ndërsa kryepiskopi në fjalën e tij tha, midis të tjerash për traditat e këtij populli, premtoi se do të ndërtonte edhe kishte filluar ndërtimi i një katedraleje, atë që po gëzojmë sot, dhe po u le pasardhës që deri tani këtë punë e ka mbar unën, një mitropolit të ri të denjë, që i plotson kushtet si nga ana teologjike, si nga ana e profilit qytetar edhe shpirtëror. Edhe fjalët e kryepiskopit nuk na zhgënjyen. Ato janë bërë realitet me sjelljen, me kujdesin, me organizimin, me drejtimin dhe me të gjithë veprimtarinë që po t'i marrësh që nga i vit e deri më sot, besoj se do duhen libra të tërë dhe romane për rrugën që ka ndjekur. Kur erdha në Korçë, padyshim, filluam vazhdimin e punës që kishte bërë kryepiskopi. Ishte një përpjekje e madhe nga vitet 92 deri në 98 ishte bërë. Por jo se kishte mbaruar gjithçka. Bërja e sinodit ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për kishën tonë, sepse është e pamundur të drejtosh të jesh i pranishëm kudo. Prandaj edhe kisha është ndarë në dioqeza për të shërbyer më mirë. Ne filluam vazhdimin e kësaj pune, duke pasur parasysh dhe shembullin e kryepiskopit. Nuk ishte e lehtë për të la vendin e tij në gjithçka tjetër dhe erdhi për të shërbyer këtu. Kjo është një shembull që duhet ta kemi të gjithë në parasysh, të gjithë klerikët, ne jemi për të shërbyer. Madje Zoti në Ungjil kështu thotë, unë erdha për të shërbyer, jo për të më shërbyer. Dhe problemi qëndron gjithmonë kur njeriu mund të harrojë shërbesën. Çdo klerik është në kishë për të shërbyer, jo për të gjykuar. Kisha afrohet më tepër me një spital. Detyra e mjekut nuk është gjykoj personat pse janë të smur, por si t'i ndihmoj që të shërohen. E njëjta gjë është dhe brenda kishës. Përpjekja që duhet bëjnë gjithë klerikët është si mund t'i ndihmojnë njerëzit për të shëruar, që do thotë të japin sa më shumë shpresë, të gjejnë një ngushëllim, të përpiqen të ndihmojnë njerëzit që të zbulojnë fuqinë e besimit. Mitropoliti Johan i fitovi shumë shpejto edhe zemrat e besimtarëve dhe atyre që nuk e njihnin. Ishte tamam ardhja e shpëtimtarit. Se si u ambientua kaq e bukur mitropoliti tonë. Dhe si krijoi këto lidhje të shkëlqyera, jo vetëm me besimtarët, po dhe me intelektualët dhe me gjithë të tjerët, është për të çuditur. Me të ardhur, ai u aktivizua dhe kërkovi takime me institucionet arsimore. Priteshe me shumë interes fjala e tij dhe befasoheshin nga urtësia dhe mençuria e këtij njeriu. Ishte një intelektual i papar. Ungjilli dhe predikimet e tija ishin të befasishme për neve. Jo vetëm për neve, por edhe për shtetat intelektuale.
Përveç kësaj, ajo filloi aktivitetin e madh edhe në inspektimin e kishave të gjithë të qarkut, po ajo që ishte më kryesorja, ishte problemet e kishave komshie, të cilat pretendonin për në ringjalljen e kishës. Por me kontakte fizike që pati ky person, njerëzit, me popullin e këtyre vende, Poradec, Prespë, edhe këteza nga jugu, dhe me një durim të jashtëzakonshëm, dhe me urtësinë e tij, arrivim në fund që të shuheshe ky zjarr. Ky ishte një situatë shumë e vështirë për kishën tonë. Kisha u konsolidua. Edhe Zoti në Ungjell na thot, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Ku thot munda botën, nuk e kanë kuptimin e një mundje ose një fitore ushtarake, po ka kuptimin e koncepteve që na mbajnë ne shpeshherë ose pasioneve shtrëmbëruara që na mbajnë ne të burgosur brenda nesh. Sado që të kemi vështirësi, ne mund t'i kapërcejmë. Me Zotin mund kapërcehet çdo vështirësi. Dhe nga kjo vjen dhe shpresa. Prandaj edhe në Shqipe është një fjalë shumë e bukur, përdorej më tepër në Shqipen e vjetër se sa të re, nuk thonin bestar, besimtar, por shpresëtar. Sepse njeri që beson Zotin ka gjithmonë shpresë. Fjala finale do jetë e Zotit, jo e njerëzve. Sado duken vështirë, edhe në jetën tonë ka historira, ka pjesë të jetës tonë ku na duket pothuajse e pamundur. Ajo që është pamundur për ne është e mundur për Perëndin. Ky është besimi. Se shkruan shumë Pavli që besimi është siguria e gjërave që nuk shikohen. Se nëse do shikojnë çdo gjë, nuk është s'ka nevojë për besim. Besimi është siguria që Zoti nuk do na braktisë. Nëse ne mundohemi që të japim njerëzve një shpresë, ndoshta është thesari më i madh. Sepse mund të fitosh shumë gjëra nga jashtë. Por nëse je zbrazur nga brenda, as ato nuk do i gëzosh më dot. Ka patur dhe i ka rënë një barë e rëndë, me qenë se kisha jonë trashëgoi një varfëri të tejskashme, përpjekjet e tij, thirrjet e tij, nëpërmjet miqve, nëpërmjet njohjes që kishte, puna humanitare zë një vend të rëndësishëm. Ai kaloi, si të thuash, fatkeqësinë e popullit të Kosovës të 1999-s, ku qendra të rëndësishme, ato mundësi që kishim, u vunë në përdorim. Ndihmë humanitare, mund të them, për të varfrit. Është ngritur menca dhe funksionon, dhe këtu është qenë të varfrit më shumë se 100-120 veta, 5 ditë në javë, duke ofruar një ushtrim cilësor. Me bekimin e kryepiskopit Anastas dhe bekimin e tij, u hap menca për të varfrit. Dhe Irsi Joani bëri thirrje grave që kush të dojë të vijë të punojë ose të ndihmojë në mencë. Ishte e menjëhershme, gratë të gjitha, domethënë vrapuan, si të thuash. Dhe pjesëmarrja ishte aq e madhe sa çdo ditë kishte nga 3 gra që ndihmonin në mencë. Gruaja kishte një rëndësi të madhe në këtë mes. Pse? Merrej vërtet me mencën, ndihmonin në mencë, po organizoheshin me shime në përfshatra ose edhe më shumë, edhe më larg. Organizoheshin takime me njerëz që ishin në nevoje, shikoheshin të sëmurët në spital. Pastaj me bekimin e Irsi Joanit, gratën merrnin pjesë në ndarjen e druve për dimër, i çonin në përshpitë, kush ishte nevojtar. Po anë humanitare, as i diskutohet ana humanitare. Sa ardhi mencën e të varfrit e hapi dhe po e mban me gjithë të mirat. Sa herë ka festa fetare, ndihmat janë për ata që kanë nevojë.
Ndihmë tjetër humanitare, hapja e klinikës që kishte filluar kryepiskopi Anastas, ku njerëzit venë dhe gjejnë mundësi për të vizituar edhe u jepeshin edhe ilaçe falas që neve i siguronim nëpërmjet miqve tanë, miqve të kryepiskopit. Funksionon edhe sot e kësaj dite. Hapja e kopshtit. Një kopësht dinjitos që të gjithë kanë dëshirë të ndjekin atë dhe fëmijët e tyre janë rritur, janë edukuar me frymën e dashurisë për Zotin, për të ardhmen e tyre, që jo vetëm të jenë nxënës të mirë, po të jenë dhe besimtarë të mirë. Edhe prindrit janë shumë të kënaqur. Në drejtim të ndërtimit të kishave, dhe këto në drejtim të disa nevojave si rrugë, apo në një qezë me ujë, atje ku ka patur mundësi dhe ka qenë pranë në kishave dhe manastireve, është interesuar edhe janë bërë realitet. Pra, po të marrësh ndihmën humanitare që ka bërë metropoliti, është bashkëkohore edhe është e vazhdueshme, që kur ka ardhur edhe deri ditën e sotme. Dhe thirrjet e tij në kishë kanë qenë gjithmonë ndihmoni të varfrit se do të jepni ua Perëndis. Një krishter nuk mund mendoj vetëm për veten. Ky në shekullin e dytë, një apologjet shumë i madh i krishterë Tertuliani në Rom shkruan këtë fjalë: Unus Christianus, nullus Christianus, që do të thotë një krishter vetëm për vete nuk është një krishter. Prandaj edhe shërbesa kështu të tjerëve nuk është diçka që bëjmë në plus. Është pjesë themelore e identitetit që mund të ketë një besimtar. S'mund të jemi dot në pretendojmë që jemi besimtar, ku jemi indiferent ka shi njerëz, vëllezërve tanë që janë rrotullnesh, mund të jenë në nevoja të ndryshme. Kjo ka qenë që në fillimet e kishës, shërbesa për ndihmuar. Edhe po vazhdojmë dhe me mencën, që kemi 25 vjet, dhe shpresojmë që do vazhdojmë vazhdimisht për t'i ndihmuar. Dhe jo vetëm thjesht për t'i ndihmuar për t'i siguruar ushqimin, po edhe për t'i trajtuar me dinjitet, sepse njerëzit më tepër ka nevojë se sa për bukën edhe për respektimin e dinjitetit të tyre. Jo si lëmosh duke e hedhur. Ose një ndihmës për disa njerëz që ndoshta vetë nuk mund ta sigurojnë, ta bëhet me dashuri dhe me respekt për ta. Sot po shikojmë që të ngrihet në horizont kambanaret e kishës historike të burimit i Dhenës. Një kishë e transformuar në kohën e regjimit si një muze dhe pa kuptim, pa aktivitete fetare. Shikojmë që burimi i Dhenës dhe këto kambanare po presin karshi që të vijë Shëngjerqi, i pu në kalë. Të ndërtohet kisha Shëngjerqi. Rekonstruksioni i katedrales së re ishte më tepër për të ruajtur edhe memorien historike të qytetit. Sepse në vendin tonë, për fatin tonë të keq, dhe ne dëgjojmë shpeshherë këtë shprehje, që shumë historira janë kështu. Këtu ka qenë kjo, aty ka qenë ajo. Po ku janë? Janë zhdukur. Rindërtimi i saj është rikthimi i memorisë historike të qytetit. Sepse dhe qyteti i Korçës filloi të rritet rrotull katedrales. Dhe ky rindërtim ka dhe diçka shumë pozitive. Është vepra e parë madhore në kishën tonë që po bëhet me fonde lokale. Gjë që do thotë ne kishim mbledhur gjatë këtyre viteve diçka, se s'mund të fillojë një projekt kaq i madh pa pasur asgjë. Dhe e filluam
për më thirrë edhe njerëzit dhe kanë dhënë, ndonë se ka qenë nga periudat më të vështira. Ishte pandemia, lufta në Ukrainë, të gjitha këto, rritja e çmimeve, e megjithatë përsëri ka vazhduar. Besoj që qyteti i Korçës meriton një të ruhet memoria historike. Komuniteti i Korçës, një nga komunitetet tradicional më të rëndësishëm në Shqipëri, e ka ruajtur. Dhe ndoshta unë besoj që është komuniteti më pak i dëmtuar në krahasim me gjithë vendin, madje edhe qyteti. Është qyteti më pak i dëmtuar në ruajtjen e shumë objekteve se sa disa qytete tjera. Do jetë shumë mirë për këtë komunitet dhe për gjithë qytetin që i kthehet një objekt shumë i rëndësishëm i memorisë historike. Në radhë të parë të veçoj dashurinë dhe respektin karshi ne klerikëve edhe gjithë popullit. I qetë, i urtë dhe i dashur. Një predikus i vërtetë i ungjillit. Një orator, një elokuent, që fjalët e tij të gjithë i kemi zeli për t'i dëgjuar. Nga ana tjetër do të theksoj hiretonisjen e klerikëve që nevojat e kishës sonë të diocezës sonë ishin të mëdha. U kompletuan shumë enori, qoftë në Korçë, qoftë po Gradec, në Kolonjë, në Devoll, në Presp. Është një njeri me shpirt të gjerë, është një njeri me dashuri të madhe, është një njeri që nuk di të mburet, është një njeri që di të rregulloj të gjitha situatat, di të ketë marrëdhënie jashtëzakonisht të mira me të gjithë, ka opinion të mirë kudo, edhe në shtet ka opinion të mirë, edhe tek populli po që e do, edhe kudo ka mbështetje. Kudo ka mbështetje sepse është i tillë njeri. Irsi Joani është i vetmi që është mitropolit në Korçë, ka 25 vjet. Asnjë nuk ka qenë në një kohë kaq të gjatë. Edhe ka vlera. Neve për çdo predikim që bëhet të dielave ne falenderojmë. Është një figurë e jashtëzakonshme, është një njeri i jashtëzakonshëm dhe lum ata që kanë patur rastin të njihen dhe kanë rastin ta dëgjojnë dhe më vjen shumë keq kur në kish meditoj për ata që mungojnë dhe nuk kanë mundësi të humbasin fjalën e tij të artë dhe të humbasin këtë gjë. Pa shpenzim, pa dhënë asgjë për vetëm marri, kisha vetëm jep. Që kur u hap kisha dhe që kur kemi njerëz të këtillë në krye, kryepiskopin Anastas, mitropolitin Joan, punët shkojnë shumë mirë dhe në marrëdhëniet me të gjithë të tjerët s'ka asnjë lloj konflikti, s'ka asnjë lloj si thuash në vlerësimi ose përbuzje të njëri tjetrit, edhe lavdi Zotit kemi shkuar jashtëzakonisht mirë me të gjitha komunitetet fetare. Në 25 vjet është një brez, shumë atet brezi. Në një shekull 4 breza, 25 vjet një brez. Padyshim që ka ndryshime shumë të mëdha. Si është ndryshime pozitive, ashtu dhe ndryshime që ndoshta ne nuk do donim që të ndodhnin, siç është për shembull largimi i shumë të rive. Ajo që do donim ne do ishte që ata që kanë mundësi të rrinë dhe të japin një kontribut, do ishte mirë dhe për ta. Nganjëherë, ne sot, nga që njerëzit janë kthyer pjesa më e madhe egoist vetëm për vete, nuk e kuptojnë disa fjalë që thonë në shkrimin e shenjtë që ka gëzim më të madh të japësh se sa të marrësh. Qofse njeriu zbulon këtë, ka bërë një zbulim shumë të madh. E duke sakrifikuar diçka, ti në fakt nuk humbet, po fiton. Të kuptosh këtë gjë
kërkon dhe një besim shumë të madh. Dhe ajo që mendoj unë që është diçka jashtëzakonisht pozitive në këto vite, është që afrimi i shumë të rive në Kish. Këtë pash për shumë vura re diçka. Më shumë se çdo vit ishte pjesëmarrja e fëmijëve në Kish. Edhe më shumë se çdo vit pash të ri, akoma dhe më shumë. Gëzohem kur shikoj këtë sepse është një shpresë. Dhe gjatë këtyre viteve besimi në njerëzit që vijnë dhe është forcuar, sepse dhe është predikuar vazhdimisht. Njerëzit dhe kuptojnë tani se çfarë është besimi. Ka një përpjekje shumë të madhe në vazhdimin e harmonisë ndërmjet komuniteteve të ndryshme fetare, që është një diçka jashtëzakonisht e mirë për të gjithë. Ne nuk bëjmë një dialog teologjik, por është një dialog i jetës. Njërse jetojmë në një qytet, jetojmë në një vend, padyshim që ne duhet të shkojmë mirë me njëri tjetrin. Të gjitha këto unë i shoh si një zhvillim shumë pozitiv që ka ndodhur. Nuk e dim të ardhmen, po gjithmonë shpresojmë. Dhe bujku gjithmonë mbjell me shpresën për të korrur. Kështu që ti lutemi Zotit të korrave që të kemi një klimë të mirë për këtë që kemi mbjellur, e të shpresojmë që kjo farë që përpiqemi të mbjellim të japi fruta. Dhe jam i bindur që ato fruta të parë dëshirën ata që do e kultivojnë këtë gjë. E nëpërmjet tyre do shijojnë ndoshta edhe njerëzit që janë rrotull tyre. Për shumë vjet, gëzuar këtë fest, të dhënë të Zoti i ymër, forcë dhe të realizofshin dëshirat në emrin e Zotit dhe mendimin e pakurësore të kryepiskopit Anastas. I urojmë jetë të gjatë, shëndet, shenjtërim dhe pas të vite pune, siç ka punuar deri tani. Do t'i uronja jetë të gjatë dhe 125 vjetë, dhe me atë fuqi që ka punuar dhe që vazhdon të punoj, asnjëherë të mos e ndërpresë vrullin e tij dhe të jap kontributin maksimal ashtu që ka dhënë për përparimin e ortodoksisë dhe për mbarvajtjen e këtij vendi. Kam patur rastin që të jem kraj djathtë e tij për 17-18 vjet. Dhe gjithmonë më është dhënë mundësia që të flas. Kam folur edhe sa do të flas derisa Perëndia të më lejojë në këtë botë. Dhe urimet janë të shumta. Sepse neve në radhë parë do të jemi mirënjohës. Mund të rinte në Amerikë, në të mirën e tij dhe erdhi. Mund të rinte në profesionin e tij si mjek, e laj braktisje dhe erdhi. Të gjitha këto nuk duhen harruar. Prandaj i drejtohem metropolitit në emër të klerikëve, në emër të popullit besimtar, Perëndia t'i jap edhe ditë të tjera për të qenë në krye të kësaj metropolie me vlera, me shëndet, me dashuri dhe bekimet e tija qofshin për ne të gjithë. Për shumë vjet o Krye Zot. Që në momentet e para, kur unë jam prezentuar si mufti në Qakun e Korçës, nga njerëzit të cilët unë jam takuar, më ka mirëpritur dhe më ka inkurajuar, ka qenë hirësia e tij, metropoliti Joan, me pikurin, me maturin, ka ndihmuar dhe ka kontribuar që të ketë stabilitet
në qytetin e Korçës për të ruajtur disa balanca fetare dhe jo vetëm. Vlerësoj anën e tij edhe intelektuale, edhe njerëzore, por mbi të gjitha edhe ato fetare. Ndjem me fat që në qytet të tillë me kulturë siç është qyteti i Korçës, këto vite bukura të jetësime që po shërbej këtu, kam pasur fatin të ulem dhe të dëgjoj, të përfitoj nga eksperiencat edhe të hyrësisë, të cilat her pas here na ndihmojnë edhe në punën tonë, sepse pak a shumë struktura e komuniteteve tona është e ngjashme, problematikat janë të ngjashme, pjesa e popullatës e besimtarëve ndajnë pak a shumë probleme të njëjta dhe kjo na ndihmon edhe në zgjidhjen e këtyre problemeve. Dhe mbi të gjitha ajo që është më e rëndësishmja, harmonia ndërfetare, dhe kjo është edhe ajo vlerësimi më i madh që kam për hyrësinë e tij, që Zoti t'i japi jetë të gjatë, t'i japi shëndet dhe të shërbej për një kohë sa më të gjatë në qytetin e Korçës. Shën Augustini i Peshkëvi dhe mesuesi i Kishës, në ligjëratën e tij 340 me rastin e përvjetorit të tij të shugurimit i peshkënor, thoshte: "Per ju jam i peshkëv, me ju jam i krishterë." Dhe vërtet kjo shprehje nën kupton edhe shërbimin baritor të një i peshkëvi. Ne vërtet si komunitet katolik, prifterinë, motrat, misionarët, besimtarët, vërtet bashkohemi me gëzimin e Mitropolisë së Korçës në rastin e 25 vjetorit të frymëzimit të Imzoti Joanit si i peshkëv i kësaj kishe vendase të Korçës. Vërtet fjalët të Shën Augustinit të jenë edhe urimi ynë për Mitropolinë, por edhe për Imzoti Joanin, që të jetë vërtet për njerëzit bari i mirë dhe i përsosur, dhe të jetë me njerëzit në rrugë vërtet për rritjen e mbretërisë së Krishtit në këtë tokë dhe në këtë vend. Ne e falenderojmë shumë Imzotin Joanin, sepse vërtet ndjejmë afërsinë e tij atrore. E kemi ndjerë kur kemi ardhur këtu si misionare për herë të parë, por vazhdojmë edhe ta ndjemi nëpërmjet këtij bashkëpunimi që karakterizon edhe prezencën tonë, praninë tonë këtu në këtë vend. Vërtet atëherë falenderojmë edhe gjithë komuniteti katolik i Korçës bashkohet me gëzimin e Mitropolisë në këtë përvjetor të veçantë. Vërtet ju urojmë një shërbim të mbarë dhe të frytshëm për popullin që Zoti ja ka besuar. Përshëndetje të gjithëve, është një kënaqësi për mua për t'i uruar në këto 25 vite shërbes Imzot Joan Pelushit. Ka qenë një zë i fuqishëm në komunitetin tonë, një zë i fuqishëm gjithashtu për bashkëtesën fetare, edhe midis komunitetit ungjillor dhe atij ortodoks, po edhe gjithë komuniteteve të tjera. Ju uroj atij në dekadat që do të vinë një jetë të gjatë në shërbim me Perëndin, në grigjën në të cilën Perëndia e ka vendosur dhe në të mirë të komuniteteve në të cilat ai ndodhet dhe shërben. Zoti e bekoft, edhe Zoti qoftë me të në çdo ditë të jetës së tij. Unë kam takuar kohë përpara, banonim afër dhe kishim miq shokë përbashkët. Dhe ai punonte infermier në spitalin psikiatrik dhe ishte shumë religios. Në atë kohë feja ishte ndaluar, biseda për fenë ishin biseda të ndaluara. Kishte një kulturë që për atë kohë dhe mua në atë kohë më duke një enciklopedi lëvizëse për leximet, thellësinë e leximeve, për fetë, për shkrimtarët e mëdhenj të ndaluar, Dostojevski e kështu me radhë. Dhe thoshte unë punoj aty sepse
dua t'ju shërbej njerëzve që nuk pa din, sepse nuk e bëj për të ma ditur, e bëj për shpirtin tim. Dhe ëndra e tij, në atë kohë, që dukej diçka komplet e pamundur, ishte që ai të bëj prift. Dhe ai vinte nga një familje muslimane, quhej Fatmir. Dhe koha e solli, por fati i shkruar në yjet e tij edhe i fiksuar në kokën e tij, bëri që ai të përfundonte studimet për teologji në Boston, të bëhej si tush një dishepull i kishës së Fanolit, të vinte në Shqipëri, të fillonte shërbesat dhe sot është një nga figurat kryesore. Shoqëria, unë besoj, duhet jetë pak më e kujdesshme edhe për vlerat, sepse ne jetojmë në një kohë antivlerash. Propagandimi shumë i madh i antivlerave është i vazhdueshëm. Të krahasosh për shembull praninë tonë në media në krahasim me të tjerave është pothuajse jo ekzistente. Edhe shpeshherë kur paraqiten gati të deformuara. Mungesa e një medie pak të specializuar, qoftë emërtimet fetare, qoftë këto gjëra, edhe ajo sjell ato problemet e saj. Unë besoj që mësimi që vjen nga feja, vlerat që vjen nga ky mësim, janë të domosdoshme për çdo shoqëri. Shkatërrimi i saj do sjellë shkatërrimin edhe të shoqërisë. Ne s'mund të jetojmë dot pa këto vlera për familjet, për moralin. Gjitha këto janë pjesë e rëndësishme për të pasur jo vetëm thjesht për të krijuar një komunitet, një kohezion, po janë dhe të rëndësishme për njeriu për të gjetë diçka realisht brenda tij. Sot njerëzit gumullojnë shumë nga jashtë, po nga brenda kanë mbetur zbrazur. Njeriu nga lakmia kërkon më shumë se i duhet e tij. Edhe me të drejtë Gandhi thot një thënie shumë të bukur, thot kështu që bota ka mjaft për nevojën e gjithë secilit, por nuk ka mjaft për lakminë e gjithë secilit. Dhe në një botë kur është mbushur me njerëz plot lakmi, gjithmonë do ketë konflikte, grindje, sherrë, s'do ketë paqe. Që të ketë paqe, pikërisht do të luftuar lakmia dhe egoizmi. Ndërsa për të rit, mesazhi im ka qenë gjithmonë kur takohem me grupe të rish dhe ju them që është shumë e rëndësishme për ta që të keni një qëllim në jetë. Nëse do keni një qëllim në jetë, një arsye, të gjitha gjërat e tjera mund t'i realizojnë. Dhe jo vetëm besimi, po dhe shumë filosof thonë po të njëjtën gjë. Një filosof i dëgjuar gjerman, Friedrich Nietzsche, thotë kështu: ai njeri që ka një pse, një arsye, mund përballet me të gjitha si të mund dalë kjo, si mund bëhet ajo. Problemi i sotëm është që nuk kemi një pse. Pse jeton njeriu? Kush është qëllimi i ekzistencës së njeriu? Është një pyetje që nuk gjen përgjigje nga të tjerat. Një ateist shumë i dëgjuar, por fatmirësisht i sinqert, Sigmund Freud, thotë kështu: tani mund të themi padyshim, thotë, që pasja ose mospasja e një qëllimi në jetë lidhet me besimin fetar. Nëse ke besim, mund të kesh një qëllim. Hiqe besimin fetar, nuk ka më një qëllim. Ky është dëmi më i madh ndoshta që është bërë shoqërisë moderne, një shoqëri që nuk ka një qëllim në jetë. Nuk i përgjigjet pyetjes kush është qëllimi i ekzistencës. Madje sot, jo vetëm që nuk ka më një përgjigje, po s'ka më as pyetje. Njerëzit as pyesin për këtë gjë. Dhe në një shoqëri që s'ka pyetje, si do gjenden përgjigje? Prandaj rinia është një pjesë vitale dhe është pjesë shumë e rëndësishme në jetën e çdo njeriu. Gjërat më të rëndësishme në jetë formohen atë moshë. Më vonë ndoshta mund të ndihmojë eksperjenca, mund të bëhesh më i ndërgjegjshëm për atë gjë, po lëvizja e parë është në rini. Kështu që nëse do fillohet një rrugë serioze për jetën, të merret seriozisht qëllimi i jetës,
do jetë një ndimes e madhe për gjithë jetën e tyre, sepse një do hasë në vështirësi. Është pamundur mos ketë vështirësi. Por nëse do ketë një pse, ka mundësinë të përballet me të gjitha vështirësitë. Kjo do ishte, besoj unë, mesazhi i rëndësishëm për rinin e sotme. Të mundohen të gjejnë një arsye për qëllimin e ekzistencës tyre, për qëllimin e jetës tyre.